Islami si sistem I përsosur hyjnor ka bërë rregullimin e jetës në atë mënyrë që përmes urdhrave të veta ka skicuar në mënyrë të detajuar raportet mes njeriut dhe Zotit të tij që e ka krijuar, por po ashtu nuk I ka lënë anash edhe raportet me njëri tjetrin. Në shumë ajete kuranore Allahu na urdhëron që të kemi kujdes në raport me ata që na rrethojnë, duke filluar nga familjarët e deri te njerëzit në përgjithësi, duke na mësuar me fjalët dhe thuani njerëzve fjalë të mira, pa bërë dallime në ta. Një prej atyre gjërave që padyshim forcojnë lidhjet mes besimtarëve është edhe ftesat që I bëjnë njëri tjetrit për iftare. Muhamedi alayhi salam ka thënë, ai I cili I jep iftar agjëruesit do të ketë shpërblimin sikur të tij, pa ndikuar në shpërblimin e agjëruesit as pak. Të parët tanë të mirë kësaj I jepnin rëndësi të madhe, saqë njëri prej tyre kishte thënë, për mua të ftoj 10 nga shokët e mi dhe t'i ushqej me atë që atyre u pëlqen, është më e dashur te unë se sa lirimi I 10 njerëzve nga robëria. Agjëruesi ka 2 gëzime, kur han iftarin dhe kur takohet me Zotin e vet. Gëzimin e parë o Zot e përjetuam, na e mundson edhe atë që na mbeti, që gëzimi ynë të jetë edhe kur të takohemi me ty, e ti të jesh I kënaqur me ne. Një gjë shpesh më bie ndërmend që kënaqësia e adhurimit mbetet edhe pse shpesh vije me vështirësi, ndërsa mëkati edhe pse vjen me lehtësi mbetet dëshpërimi si pasojë. Ai që sot nuk agjeroj, çfarë I mbeti nga ajo kënaqësi që sot e përjetoi duke ngrënë dhe pirë? Nëse në këtë botë brenda me kaq lehtësi u kuptua se nuk ja vlejti që të mos I bindemi Allahut në urdhrin e tij për agjerim, e çfarë të themi për botën e përtejme kur llogaria do të jetë e saktë dhe qëndrimi do të jetë I përhershëm varësisht se si kemi vepruar. S'ka njeri I cili agjeron një ditë për hir të Allahut, vetëm se Allahu do t'ja largoj me atë ditë fytyrën e tij nga zjarri 50 pranvera dhe se ai do të ndërmjetësoj tek Allahu për atë siç na ka lajmëruar Muhamedi alayhi salam. Agjerimi do të thotë, o Zoti im, unë e kam larguar nga ushqimi dhe epshet gjatë ditës, më lejo të ndërmjetësoj për të. O Zot, e si të falenderoj për mirësitë që mi ke dhënë, kur edhe vetë falenderimi është nga ti. Sa bukur I ka rregulluar Allahu marrëdhëniet në mes njerëzve. Ai nxitet për t'i ushqyer të tjerët më shpërblim, ndërsa ata nuk harrojnë ta falenderojnë atë që ishte mikoqir. Mbase e kujtojnë thënien e profetit alayhi salam, ai që nuk I falenderon njerëzit, nuk e ka falenderuar Allahun.